Live from Tirana në Top Albania Radio. Mirë, mrekullir, kthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Live from Tirana. Vazhdojmë fillimisht në 2 minuta kohë me quizin e ditës. 0692047299. Sa aktor ka spektakli i humorit Portokalli? Dhe më pas direkt në lidhje direkte me kryetaren më të re të Bashkisë së Vlorës. Për herë të parë Vlora ka një grua në krye të tyres së Bashkisë së Vlorës, dhe ajo është Brunilda Mersini, të cilën do ta kemi pas pak në lidhje telefonike. Uizi më thotë që kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Roni. Me kë kam kënaqësinë të flas? Me Andrea nga Shkodra. Andrea nga Shkodra, prap ti? Po, prapën, ja mora dorë. Andrea, si je ti? Mirë, si jeni ju? Mirë. Ja, kështu si diell s'ka, domethënë, po ja si mot me shi. Ç'a bëhet ande nga Shkodra? Mirë, qetësi, mirë. Shishur. Punë. Po. Dëgjoj, a e diti sa aktor ka Portokallia? Na bënë me hap YouTube-in me pa të siglën e fillimit se kisha fiksuar. Aha. 20 ndali. 20. Tani, Andrea, ti ke fituar herë tjetër në këtë quiz? Po. Ke fituar. Kam fitu quizin e parë me Shqipe Hysenit. Ti ke qenë telefonues i parë i quizit? Po. Tani, nuk është 20, por me që nuk kemi shumë kohë, unë po të jap dhe një mundësi tjetër, por më dëgjoj me vëmendje. Sa aktor ka spektakli i humorit Portokalli dhe pse pikërisht 21? 21 sakt, Andrea. Më pas ka shpëtu në njën. Po, se unë pyeta, domethënë as unë nuk e dija fiks, por pyeta produksionin e Portokallis edhe kaq më thanë dëgjoj. Pas të përshëndetim bashkë, të lutem qëndro në linjë edhe të uroj një javë të bukur. Kujdes nga Shkodra. Gjithashtu, po. Hajde, të uroj një ditë të bukur. Ndërkohë, 10:34 është ora eksakte në këtë moment. Regjia ime fantastike Live from Tirana, regjia ime. Jo, s'është regjia ime, është regjia e Top Albania Radio, që mos bëm dhe unë shumë moderator delirant. Do të më mundësoj gradualisht lidhjen telefonike me Brunilda Mersini, kryetare më të re të Bashkisë së Vlorës, në një lidhje direkte dhe ekskluzive. Vetëm një sekond sa ta kemi gati. Okej, perfekt. Fare 10:34 është ora eksakte në këto momente dhe jeni duke dëgjuar Live from Tirana, sapo regjia të bëj gati telefonatën me Brunilda Mersini, kryetare më re e Bashkisë së Vlorës. Ditën e dieshme, pra siç e dini, janë zhvilluar zgjedhjet në 5 bashki të vendit. Janë njohur dhe janë cilësuar si zgjedhjet më me pak interes, në fakt, edhe pse kanë qenë të pjesëme, por interesi qytetar, vota e popullit ka qenë shumë e ulët. Në Vlorë, rreth 13% ka marrë pjesë. E kemi Uizi perfekte. Brunilda Mersini, kryetarja e parë grua dhe më e re e Bashkisë së Vlorës. Përshëndetje dhe mirë se vini në program. Fillimisht dua t'ju uroj shumë urime dhe shumë suksese në detyrën tuaj të re. Besoj e keni parë dhe pak çaste më parë ka reaguar kryeministri i vendit, ku ndër të tjera të kishte vendosur në krye të urimit të tij dhe të kishte kushtuar më shumë rreshta se të tjerët, madje e cilësonte dhe e theksonte që jeni kryetarja e parë grua në këtë post. Si ndihesh sot pas disa orësh zgjedhje? Faleminderit për ftesën tuaj dhe normalisht është një ditë që ka plot emocione, por midis emocioneve dominon ndjenja e përgjegjësisë dhe përkushtimit, edhe mbi të gjitha e mirënjohjes për qytetarët, për kulturën demokratike të tyre që zgjodhin njeriun e përkushtuar dhe njeriun që ata e kanë pas çdo ditë në jetën e tyre me shërbimin që un kam pasur si mjeke në qytetin tim. Dëgjoj, unë e kuptoj pa dyshim, është ndjenjë e bukur kur qytetarët të besojnë, qytetarët e vendit ku ti domethënë ke jetuar për shumë vite, por pyetja më e shpesh që besoj do t'ju bëhet këtë kohë dhe do t'ju lodh pak, por me që jam një ndër të parë që po të intervistoj, po përfitoj nga rasti, është sa krenarë njëkohësisht krenarë ndiheni që pjesëmarrja e qytetarëve vlonjat kanë qenë shumë e ulët, afro 13%, megjithëse Rama e justifikoi këtë me rreshtit e shiut
Juve ndjeni krenar që do të udhëhiqni qytetin e Vlorës ku vetëm 13% të tyre kanë votuar? Intensiteti i shiut ishte shumë i lartë dhe kjo është pasqyruar në gjithë rubrikat televizive të tuaja, mediat lokale, mediat kombëtare, sepse rrugët e qytetit deri diku u bën të pakalueshme dhe prej orës 12 të drekës deri nga ora 18:30 shiu ishte me të njëjtin intensitet dhe këto kushte atmosferike të paktën moshat e treta, njerëzit të cilët kanë pas probleme shëndetësore ose aftësi të tjera të kufizuara për të shkuar në qendrat e votimit është një fakt. Edhe në opinionin ton do kemi kohë për të bërë analiza për pjesëmarrjen, por në opinionin ton të parë duhet kuptoni që këto janë zgjedhje të pjesshme ku nuk garohet për anëtarët e Këshillit Bashkiak që janë një fash tjetër që do të sillin vota në kutinë e votimit, domethënë me ftesat e tyre për pjesëmarrje dhe Vlora, ndryshe nga bashkitë e tjera, zgjedhjet ishte atipike sepse vetëm një muaj më përpara Ermal Dreda dha dorëheqjen, ndërsa bashkitë e tjera diesh prekosh për 6 muaj sepse të gjithë ish kryebashkiakët kishin marrë mandatin e deputetit. Dhe mendoj që koha e pamjaftueshme, gati një javë ishte fushata e bashkisë dhe mungesa po ashtu dhe anëtarëve të Këshillit Bashkiak në kutitë e votimit, si fash që mund të trishin njerëz në pjesëmarrje, unë i shikoj faktorë që kanë ndikuar. Qarë, pra edhe ju jalini shiut faj në thonjza për numrin e ullët të pjesëmarrësve. Ndërkohë, ju e cituat pra që dje ka pasur shumë shi, siç e kemi parë, në të gjithë zonat e Shqipërisë ka pasur shumë reshje shiu ditën e ndjeshme dhe më tha gjithashtu që rrugët, disa prej rrugëve në Vlorë ka qenë të paaksesueshme. Nuk keni pasur kohë gjithashtu as të bëni fushat, qoftë në media apo qoftë në përditshmërinë tuaj në Vlorë, për të thënë çfarë do të bëni ndryshe për Vlorën, për Vlora, një nga problemet kryesore për cilat njët janë edhe këto përmbytjet që ju përmendet. Do të rregullohet situata në mandatin tuaj deri në mos gaboj deri në 2027, e keni apo jo? As pak unë thash që fushata paraqitësisht ishte kohë e shkurtër, ka qenë shumë intensive. Unë jam përpjekur të dialogoj me çdo grup interesi, me çdo komunitet në qytetin tim për të hapur një dialog në cilësinë e kryebashkiakës, sepse përballë unë kisha dhe mungesë totale të Partisë Demokratike, pra të opozitës në qytet, me dy njerëz të cilët nuk e përfaqësonin Partinë Demokratike dhe kjo ishte një fakt që treguan në kutitë e votimit. Pra edhe mungesa e Partisë Demokratike ishte një shkak që pjesëmarrja ishte e ulët dhe pa diskutim që në gjithë programin tim elektoral për mandatin deri në vitin 2027, rrugët e qytetit, trafiku i qytetit dhe deri diku edhe përmbytjet të cilat janë bërë probleme në disa zona, janë përfshirë në programin elektoral me plane pune të qarta, me projekte të financuara edhe të matshme për shtyrin e publikut për një afat deri në 2027. Qartë, por nuk më dha një përgjigje për një nga problemet kryesore të Vlorës gjatë dimrit të paktën që është përmbytja në atë qytet. Do ta rregulloni këtë situatë në këtë mandat që do të keni? Po tashmë Bashkia e Vlorës e lançuar edhe nga kryetari i cili është në detyrë, ka hapur disa projekte për përmirësimin e përmbytjeve në qytet dhe pa diskutim unë do t'i vazhdoj ato projekte me një intensitet, biles do të shtrihen edhe për zonat të tjera të qytetit. Qartë, dëgjoj, ne po përfitojmë nga situata, siç e thash, duke qenë se nuk ka pasur shumë kohë për fushatë dhe dalje televizive, pra nuk ka qenë një fushatë zgjedhore si fushatë të tjera, pra ka qenë pak a shumë në heshtje, ndaj më lejo të bëj disa pyetje për qytetin e Vlorës, se normalisht të jetosh në Vlorë, i di problemet më mirë, por dhe ne që nuk jetojmë aty, i dim disa prej tyre. Fjala bie, Vlora është e pa kalueshme, e pa aksesueshme me makinë gjatë sezonit të verës. Keni kohë, për këto keni kohë të paktën derisa të vi vera, në mënyrë që Vlora të jetë shumë lehtësisht e aksesueshme, mos krijohet aerada kilometrike. Po për këtë do të jepni një zgjidhje në këtë mandat që keni fituar? Ju në qoftë se e njihni qytetin e Vlorës, duhet të dini që çdo ditë këtu krijohen rrugë të reja, diku të investuara dhe diku rrugë të cilat kanë qenë rrugë periferike, por që kanë marrë drejtimin në mobilitetin urban të qytetit, por shpeshherë ka një tendencë të qytetarëve edhe për mungesë të sinjalistikës, për hir të vërtetës, që përdorin rrugët kryesore dhe nuk i drejtohen shpesh rrugave të cilët janë periferike dhe lidhin me unazën e qytetit, të cilët mund të jenë shumë të aksesueshme edhe për të lehtësuar trafikun, por edhe për të shkurtuar kohën në trafik të qytetarëve. Dhe do të përpiqem fort që edhe nëpërmjet sinjalistikës, në gjithë master planin për të krijuar një mobilitet urban me gjithë aktorët në qytet, sepse nuk është vetëm bashkia në
fushë si koordinator kryesor është bashkia, por ka dhe të tjerë koordinatorë të cilët duhet ulemi në një tavolinë dhe të bisedojmë për master planin e mobilitetin urban të qytetit me seriozitet, duke filluar që nga sinjalistikat dhe deri tek vendosja e semaforëve në disa zona të cilat mund të jenë hotspote për trafikun. Qartë, ne do të kontaktojmë sërish në verë dhe besoj të kemi të njëjtin pozitivitet që patet ndaj programit ton. Zonja Mersini, kreu Partisë Socialiste ka pasur jo pak herë fërkime me kryetaret e Bashkive të Vlorës. Besoj mbani mend të rastet dhe ai Vlorën e ka pak më merak, me thënë të drejtën, se një prej qyteteve më të mëdha në vend, e duke qenë se e ka edhe në një farforme pikë të dobët. Ju çfarë raporti keni me kryeministrin Rama? Unë nuk e di, do me thënë, këto fabulat e përplasjeve në qytet, sepse të gjithë kryebashkiakët e kaluar, Shpëtim Gjika ka pasur 3 mandate të sukseshme në Bashkinë e Vlorës, Dritan Leli ka pas 2 mandate të sukseshme. Po nuk mund të themi që nuk ka pasur përplasje me Dritan Leli, në? Këtë nuk mund të themi. Jo, unë po them edhe një herë dhe jam shumë e qartë tek përgjigja që këto janë disa fabula të cilat kanë qarkulluar mediatikisht, por ne që jetojmë në këtë qytet, dim të themi se nëse do të kishte përplasje, Dritan Leli nuk kishte pse ta merrte mandatin e dytë dhe do të sqaronte këto, por këto janë pyetje që i takojnë Dritan Lelit edhe patjetër, unë domethënë pyetja ime ishte duke qenë se ka pasur po ato që dua të theksoj ka një vërtet shumë të madhe nëse Vlora ka një dinamikë të tillë dhe ka një stad të tillë zhvillimi, të madhe të djathtë, biem dakord që Edi Rama dhe vizioni i tij dhe mbi të gjitha dashuria e tij për Vlorën e ka sjellë Vlorën në standard dhe sot ne shpresojmë që Vlora të jetë qyteti i parë nëpërmjet aeroportit të hapi dyert e Evropës, sepse tashmë jo vetëm që është një qytet turistik, por është një qytet gjithëpërfshirës, edhe kemi moton që gjithë vizitorët do të vinë në qytetin e Vlorës, të rikthehen në qytetin e Vlorës, me po një dashuri si e kemi ne vlonjatët për Vlorën. Pra, marrëdhënia juaj me Ramën, cila ishte? Marrëdhënia ime është me Ramën si kryeminist i vendit tim dhe si duke e pasur edhe faktin që e kemi me rënjët nga Vlora, e di shumë mirë që ai do ketë dashamirësinë dhe do të japë suport kryebashkiakës së parë në qytetin e Vlorës. Qartë, më lejo të bëj edhe 2 pyetje, të lutem, e di që është ditë e madhe sot për ju dhe priste shumë urime telefonata, por poste ka shumë të rëndësishme, aq sa mund edhe të lumturojnë, sepse normalisht ke në dorë fatin e qytetit tënd, sidomos kur e do atë, dhe unë nuk kam diskutimin që ju të bëni më të mirën, por aq edhe është i rrezikshëm dhe jo pak herë kemi pasur raste të kryetarëve të bashkisë, kryesisht ato të Partisë Socialiste, që sot ose janë në hetim nga Spaku ose janë në burg. Juve ju tremb pushteti, zonja Mersini? Çdo punë, çdo profesion, qoftë dhe ai që është një profesion i cili duket se ka risk të ulët, ka pa diskutim problemet e veta në rrugtimet e punës, por kur merret përpara një sfidë, vështirësitë dhe problemet janë ndahen me stafin, pra do me thonë unë jam e qetë sepse vi nga një periudhë gjatë administrimit dhe jam shumë e qartë që duke krijuar stafe dhe duke patur busull zbatimin e ligjit, nuk ka pse t'i fleksohem punës edhe sfidës që më pret. Çdo njeri që vjen nga një periudhë gjatë administrimit e ka shumë të qartë që vetëm zbatimi i ligjit është busulla për të pasur performancë të mirë. Qartë, mirë, unë të falenderoj shumë dhe njëkohësisht jam mirënjohur se zgjedhët të na përgjigjesh sot në Live from Tirana. Sigurisht do më duhet të vendos paksa në pozita të vështira për shkak të detyrës time si gazetar, kështu që unë të falenderoj që ishe pjesë e programit Live from Tirana sot edhe uroj të shihemi herë të tjera, edhe pse jo në Vlorën e bukur turistike dhe kaq shumë mikpritëse siç është ai qytet. Ishte shumë faleminderit. Ditë të bukur dhe urime në detyrën tuaj të re. Zonja dhe zotërinj, ishim me Brunilda Mersinin, kryetarja e Bashkisë Vlorë, tashmë për herë të parë Vlora në historinë e saj ka në krye një grua, Brunilda Mersini, e cila ka pasur eksperiencë administrative në Spitalin Rajonal të Vlorës, sa kaq nga ana tjetër e ritheksoi pra që këto zgjedhje dëshmuan një raport shumë të vogël të pjesëmarrësve në zgjedhje. Vlora për shkakun pati vetëm 13%. Urgjent në reklama se jemi shumë vonë dhe rikthehemi shumë shpejt në program.